Vjen një moment kur Musaj rritet pak, por ali ishte i vogël, fëmijë. Dhe kur ishte afër faraonit, thuhet e ka kap për mjekre dhe e ka tërheq fort. Në atë moment, është habit faraonin nga ky gest. Dhe ka thonë, ka më ma bë sherrën nesër. Sa që ndërhyn gruaja e tij, bashortja edhe në këtë rast përsëri thot, mos e është fëmijë i vogël që nuk di mi dallu gjanat. Nuk e ka bë me qëllim, me vetdije. Si do ta zbulojmë këtë? Shumë lehtë është. Ja, do t'ja ofrojmë një gacë, le ta provoje ose do ta marrë ëmbëlsirën ose pemën. Kur është e merr gacën fillon dhe vdon në gjuhë. Dhe bota e sebeb që të shpëtojë. Dhe kjo ishte ndoshta ajo që e përmendet në Kur'an kur Musa e ka lutur Allahun dhujrat që t'ja sjell Harunin si ndihmës, sepse ka thonë nuk kam problem në të folurit. Kjo ka bërë sebeb. Gaca që e ka vëndu në gojë Musa alayhis salam. Po fakti edhe kjo gaca ka bërë sebeb që të shpëtoje. Shpëtoje. Që të tregoj se nuk e i vetëdijshëm çka bën. Nuk është i vetëdijshëm.